Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e 9 të podcastit Safe Comes, një podcast i cili po zbatohet në kuadër të projektit Shoqëria Civile në Veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, që po zbatohet aktualisht nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar në bashkëpunim me Antark me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Sot në fakt do të flasim për një temë shumë interesante që prek të gjithë qytetarët, mos diskriminimi. A diskriminohen konsumatorët në shërbimet që u ofrohen atyre? A trajtohen njësoj personat me aftësi të kufizuar, komunitetet vulnerabël, gratë, të rinjt apo të moshuarit? Si lidhet e drejta për mos diskriminim apo mos diskriminimi me të drejtën për informim, me të drejtën për të marrë shërbime të barabarta, të njëjta dhe pa kurfar dallimi? Jam shumë e lumtur që kam të ftuar për këtë temë doktorin Robert Gajda, komisioner për mbrojtjen nga diskriminimi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në fakt, të flasim për mos diskriminimin dhe mënyrën se si kjo sot trajtohet në ditët e sotme, është një çështje shumë e rëndësishme. Kemi një kuadër ligjor shumë të mirë, të përafruar ndoshta edhe me direktivat e Bashkimit Evropian, por dhe me rregulloret apo me akte ndërkombëtare në lidhje me trajtimin e individ, me trajtimin e barabartë, me akses të njëjtë në shërbime të ndryshme, në banka, në energji, në të drejtën për edukim. Por çfarë është në fakt mos diskriminimi? Mos diskriminimi rreth parë është një e drejtë që mundohet realizojë të drejtën e barazisë për personat, të cilën neve kemi shumë të mirë parashikuar që nga kushtetuta e në konventa si dhe në ligjet ndryshme që kemi miratuar, në aspektin formal, por pastaj në përditshmëri, kur njerëzit realisht do duhet pastaj të përfitojnë shërbime apo të realizojnë drejtat e tyre, do duhet shikohet në çdo moment nëse respektohet apo jo realisht parimi i barazisë dhe nëse ka pastaj trajtimet pa barabarta apo diskriminime që ndodhin, do duhet që ato të ndreqet në mënyrë që të mos kemi vetëm barazi formale, pra vetëm parashikuar ligj, por të kemi barazi thelbësore dhe reale midis individëve, por dhe grupeve të ndryshme shoqërore. Prandaj detyra e institucionit fillestare është që të bëjë të mundur zbatimin e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, i cili pastaj është një ligj që dhe siç thatë edhe ju, i përafruar dhe në shumë raste dhe i tejkalon parashikimet e direktivave të Bashkimit Evropian, pra është më i mirë në hapësirën që ka, si në shkaqet që parashikon, si në format e diskriminimit apo dhe në fushat ku vepron. Dhe qëllimi është që bërja e mundur zbatimit të ligjit, por jo vetëm, por edhe në ligje tjera ku parimi i barazisë dhe i mos diskriminimit vendoset, të mund të garantojnë në fund të ditës të drejtat barabarta dhe përfitim të shërbimeve në mënyrë të njëjtë dhe cilësore për gjithë qytetarët në Republikën e Shqipërisë dhe për gjithë grupet e ndryshme dhe pakicat e ndryshme shoqërore. Në fakt, ju e thatë që me ndryshimet e fundit që janë bërë ligjit, janë tejkaluar dhe disa nga parashikimet në kuadër direktivave të BE-s. Në praktikën tuaj si institucion, kur referoni për mos diskriminim apo praktikave ku keni konstatuar diskriminim, përfshini vetëm institucionet publike apo keni pasur raste, keni përfshirë dhe organizata jo ftimprurse apo shoqëri tregtare para persona juridik privat apo tregtar të ndryshëm? Në këtë kundërshtrim ligji prapë është i bërë mirë, sepse nuk e fokuson vëmendjen apo ndreqjet e sjelljeve diskriminuese vetëm kundrejt institucioneve publike, por e shtrin veprimtarinë e tij edhe kundrejt subjekteve private që ofrojnë shërbime të cilat do duhet të jenë publike në vetvete. Prandaj në fokus të institucionit janë jo vetëm sjellje diskriminuese që gjenerohen nga organet publike, pushtet qendror, pushtet vendor, organet pavarura, të çfarë do lloj natyre, por edhe kundrejt subjekteve private, si në marrëdhënie punësimi, por si edhe në ofrimin e shërbimeve të ndryshme që këto subjekte private ushtrojnë dhe që duhet jenë të garantuara dhe të ofruara në mënyrë të njëjtë për të gjithë qytetarët. Cilat janë disa nga shkaqet kryesore në kuadër të veprimtarisë institucionit tuaj, për cilat ka pasur më shumë raste ku ju keni konstatuar diskriminim? Po neve kemi tashmë disa shkaqe diskriminuese të cilat janë të rikonfirmuara vit pas viti si nga shkaqet edhe më të pretenduara në institucion, por që edhe në këndvështrimin ton janë sjellje diskriminuese të cilat nuk janë thjesht individuale dhe sporadike, por janë tashmë sistemike dhe të strukturuara kundrejt tyre grupeve shoqërore.
Për shembull, ka një trajtim të gjerë nga ana e institucionit çështjeve që lidhen me personat me aftësi të kufizuar, të cilët nuk mund të aksesojnë apo nuk mund të përfitojnë njësër shërbimesh të ndryshme që duhet t'i ofrohen atyre si nga ana e pushtetit, si nga ana e organeve publike, si nga ana e subjekteve private, të cilat në pjesën më të madhe kryesisht lidhen me aksesueshmërinë fizike, që këto duhet të kenë nëpër institucione apo godina të ndryshme, por edhe për aksesueshmërinë pastaj në informacion, apo në aksesueshmërinë e disa shërbimeve të ndryshme që duhet marrin dhe që nuk mund t'i marrin dot për shkak se nuk janë krijuar për shtatshmëritë e nevojshme. Nga ana tjetër, grup tjetër, cilët edhe kanë një numër të konsiderueshëm ankesash që depozitojnë institucion ndër vite, por që neve në rezultojnë të sistematikisht dhe strukturalisht të diskriminuar, janë edhe romët dhe egjiptianët, të cilët mbeten sërish, le të themi, të targetuar nga sjellje të ndryshme diskriminuese, si dhe me mohime të ndryshme marrje shërbimesh. Për shembull, një shqetësim kryesor që lidhet me romët dhe egjiptianët është çështja e strehimit. Akoma ne sot kemi realitete ku grupe të tëra familjesh në për qytete të ndryshme jetojnë në kushte ku nuk garantohen as kushtet minimale të konsideruarit një banesë, si në strukturën e saj, si në shërbimet e ndryshme që duhet ketë një banesë, energji elektrike, ujëra të pishëm, kanalizime, pra një problematikë e cila lidhet dhe grupe familjesh ku ka aty brenda pastaj edhe fëmijë, edhe gra, edhe të moshuar, të cilët mbeten peng e le të themi të kushteve të strehimit të pa përballueshme për këto persona. Ndërkohë, grupe tjera shoqërore, aspekti gjinor mbetet, le të themi, sidomos vitet e fundit ka rritje të ankesave që lidhen me gjininë, në një pjesë të madhe kryesisht me marrëdhëniet e punësimit, ku akoma në punëdhënësit si publik edhe privat tregojnë një pandjeshmëri, sidomos në momentet, le të themi, më të brishta për jetën e një gruaje që lidhen kryesisht me shtatzëninë dhe me mëmsinë, akoma gjejmë aty një moszbatim ose një keq zbatim të legjislacionit tonë, duke mos i garantuar njësër lehtësirash që grave do duhet i garantohen sidomos në këto momente të jetës tyre, për të garantuar një balancë më të mirë pasaj të punës dhe të jetës që do duhet të kenë. Ndërkohë, një moment tjetër mbetet edhe bindja politike e pretenduar në institucion, edhe kjo lidhet kryesisht me marrëdhëniet e punësimit, persona që hiqen nga puna për shkak bindjeve të kundërta politike me autoritetin drejtues, le të themi, të një institucioni, e hasim më shumë trendi i kohëve të fundit është që haset më shumë në pushtetin vendor, pra në përbashki shikojmë që ka pushime nga puna për shkak të bindjes politike, por dhe le të themi ka dhe aspekte të tjera, po këto le të themi janë nga më të pretenduarat në institucion, por gjëja që ne shohim si emërues përbashkët në persona të cilët psojnë më shumë sjellje diskriminuese është që një pjesa më e madhe e këtyre personave që i drejtojnë institucionet diskriminohen është dhe gjendja e tyre ekonomike. Pra është një farë mënyrë pamundësia ekonomike që i bën këto persona pastaj të pamundur, si nga aspekti shoqëror, si nga aspekti kulturor, nga aspekti intelektual, për të mund të qenë pjesë e barabartë me shoqërinë dhe për të mund të qenë pjesë e cila i përfiton në të njëjtën mënyrë dhe i pretendon në të njëjtën mënyrë realizimin e drejtave të tyre, duke u përballur pastaj me një sër barrierash dhe me një sër kufizimesh që vijnë nga subjekte të ndryshme dhe duke mos i lejuar që të realizojnë thelbësisht të drejtat e tyre. Tipike për këtë podcast është që është shumë i natyrshëm dhe pavarësisht që unë përgatis një skript paraprakisht për shkak të folës dhe gjithmonë ne ndryshojmë radhën dhe pyetjet. Dhe në fakt, ajo që doja për shkak gjithë informacionet që ju dha dhe për shkak të disa nga shkaqet, besoj se nuk ishte lista shtëruese. Më duhet të te kaloj radhën e pyetjeve dhe në fakt, si kanë qenë vendimet tuaja? Pra në rastet kur ju keni konstatuar shkelje dhe çfarë vendosni? Dhe a mbeten këto vendime në fuqi e para? Dhe pyetja e dytë, nëse më lejoni, është a kemi sjellje të përsëritura të të njëjtave subjekte për të njëjtat shkaqe, por nga individ të ndryshëm pretenduar diskriminim? Po, pikë së pari, po, institucioni kryesisht shprehet me vendime, të cilat janë të detyrueshme për të zbatuar, janë si vendime gjykatash në thelb. Dhe në këto vendime, nga njëra anë konstatohet diskriminimi, por nga ana tjetër vendoset edhe çfarë duhet bërë për ta ndrequr atë sjellje e cila ka gjeneruar diskriminim. Për shembull, nëse bëhet fjalë për persona me aftësi të kufizuar dhe konstatohet që mungon aksesi
në vendim vendosë që duhet garantuar akses, për shembull mungesa e një rampe apo e një Pra, ascensori, vendosja një rampe patjetër, vendoset edhe një sjellja konkrete që subjekti do duhet të ndërmarr për ta ndrejtur sjelljen diskriminuese. Pra vendimet nuk janë thjesht deklarative, pra që thjesht deklarojnë, por edhe tregojnë çfarë është masa konkrete që subjekti duhet të ndërmarr në një kohë të arsyeshme për ta ndrejtur atë sjellje diskriminuese dhe që të mos, le të themi, të shërbej pastaj që për çdo tjetër që do të jetë në të njëjtat kushte, të mos jetë më i kufizuar dhe i diskriminuar për shkak të përkatësisë që ka, sepse vendosja e një rampe nuk do është se do jetë zgjidhje vetëm për person që ka bërë, por për çdo që do të ndodhet në të njëjtat kushte pastaj do të mund të aksesojë godimin. Nga ana tjetër, vendimet e komisionerit kanë dhe disa benefite tjera. E para, nëse nuk zbatohen, komisioneri mund të aplikojë dhe instrumentin e gjobës, pra mund edhe ta gjobisë subjektin për moszbatim të vendimit. Por gjë që ne kemi filluar ta shikojmë dhe që është me shumë vlerë, është që këto vendime përdoren edhe për të kërkuar dëmshpërblime pastaj në gjykatë, sepse mohimi i një të drejte nuk kërkon thjesht ndrejtjen e saj në një kohë të dytë, por ka shkaktuar dhe dëme te një person. Dhe për të gjitha këto dëme, që mund të jenë dëme materiale dhe jo materiale, që mund të jenë krijuar në jetën e një personi, personat pastaj me vendimet e komisionerit shkojnë në gjykatë, e cila nuk merret më me certifikimin ka ndodhur apo jo diskriminimi, pra nis nga presupoziti që diskriminimi tashmë ka ndodhur, por gjëja që bën është që të kuantifikojë sa është dëmi i cili i përket dhe do duhet i përkas qytetarit për të, le të themi, ndrejtur apo zhdëmtuar në një mënyrë monetare të gjithë dëmet që janë krijuar nga kufizimi apo mos përfitimi i një shërbimi apo cënimi që i ka ndodhur të drejtës tyre. Ndërkohë pyetja e dytë ishte për në rastin kur institucionet ose personat publik janë përsëritës dhe nuk i zbatojnë vendimin. Po, kemi dhe raste, siç kemi. Ose ndoshta e zbatojnë për konkret, por ndërkohë ju vjen ankesa nga subjekte të tjera. Kemi raste, siç kemi raste pozitive ku institucionet marrin masa për të zbatuar vendimet apo edhe për të ndrejtur disa situata pa dalë akoma me një vendim përfundimtar. Dhe këto janë aspekte shumë pozitive. Ne këto e quajmë, le të themi, realizim të drejtës. Në këto raste neve e ndërpresim hetimin, sepse subjekti ka vepruar dhe e ka ndrejtur sjelljen diskriminuese, kuptohet. Kjo është ideale, ëh. Po qëllimi i institucionit nuk është që për herë të ndëshkojë, është që neve të komunikojmë, të kuptohemi, pra për ne më shumë rëndësi ka që vetë institucioni ta kuptojë shkeljen që ka ndodhur. Sepse nëse e kupton, atëherë patjetër është shumë më i predispozuar që ta ndrejë atë. Dhe ne kemi shumë raste pozitive të tilla, siç kemi edhe raste negative pastaj, kur institucionet as nuk i zbatojnë vendimet, as nuk i ndreqin sjellje diskriminuese dhe përrjedhoj bëhen përsëritës në diskriminimet e tyre. Vetëm se ka një gjë që ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, subjektet përsëritës i konsideron pastaj formë të rëndë të diskriminimit. Pra kur një subjekt gjeneron her pas here në mënyrë të përsëritur sjellje diskriminuese, atëherë këto fillojnë hyrë në format e rënda të diskriminimit, të cilat pastaj konstatohen nga institucioni dhe që le të themi e rrisin më shumë, le të themi, atë kërkesën dhe ngulmin për të ndrejtur pastaj sjellje diskriminuese, ku edhe masa ndëshkimore pastaj bëhet më e madhe për këto institucione. Pra, të bëjmë një përmbledhje të shkurtër, në çdo rast që një subjekt është ankuar pranë institucionit tuaj dhe vendimi është marrë, është konstatuar diskriminim, pavarësisht se më pas mund të korrigjohet diskriminimi, ose le të themi personi mund të rikthehet në punë, nuk e di nëse ka ndodhur rast. Mund të jetë rast punësimi, po mund të jetë rikthim. Sërish kjo përbën shkak që për këtë periudhë subjektit i drejtohet gjykatës për të kërkuar shpërblim dëmi, sepse është shkaktuar dëm pasuror dhe jo pasuror, material dhe jo material gjatë kësaj kohe. Mohimi dhe cënimi i një të drejtë shkakton dëmet e një personi. Për shembull, një fëmijë që do duhet ketë një mësues ndihmës dhe për 6 muaj nuk është vënë ai mësues ndihmës, pavarësisht se ti mund ta vesh mbas 6 muajsh, por për ato 6 muaj është krijuar një dëm këtij personi. Jo vetëm këtij personi, fëmijës në fakt. Po marr një rast konkret, pra do duhet që në këtë aspekt për këtë dëm që është krijuar, patjetër rendi juridik do duhet t'i ofrojë garancitë e nevojshme që të mund të kompensohet në një mënyrë monetare. Kështu që dhe ne kemi parë që sidomos kur ka vendime dëmshpërblimesh dhe gjykatat kanë filluar të krijojnë një praktikë shumë të mirë për dhënie dëmshpërblimesh për çështje diskriminimi. Neve shumën në total kemi filluar ta vendosim edhe në raportet vjetore që institucioni nxjerr, si për t'i treguar parlamentit që sjelljet diskriminuese gjenerojnë edhe probleme monetare, kanë dhe kosto, por ne kemi vënë re, sidomos për shkak subjekt privat janë shumë të ndjeshme ndaj vendimeve të dëmshpërblimit dhe fillojnë të marrin menjëherë masa për të ndrejtur ato. Ndërkohë që për subjektet publike mendojmë që sa më shumë vendime le të themi dëmshpërblimesh do të kenë,
aq më shumë ato do të jenë të prirur pastaj që të mund t'japin zgjidhje të qëndrueshme situatave diskriminuese, sepse nëse do të bëjmë pastaj një balancë kostoje, do t'i dali që më mirë ndoshta ta kishim ofruar të shërbim do na kushtonte më pak se sa të paguajmë do shpërblime për çdo individ që do të jetë në të njëjtin kufizim apo në të njëjtin privim do të drejtave të veta. Kështu që kemi, domethënë, zgjon një aspekt tjetër interesant që ka zgjuar çështja e dëmshpërblime është dhe fakti që tashmë bota e avokatisë është më interesuar për çështjet e diskriminimit. Dhe kjo në këndvështrimin tonë është shumë pozitive, sepse sa më shumë avokatët vjen në dieni të potencialit që ky ligj ka dhe çështjet e diskriminimit kanë, aq më shumë ato do të jenë të prirur që në mbrojtje të klientëve të tyre të shikojnë çështje që mund të jenë të nxitshme edhe nga aspekti i diskriminimit dhe të mund pastaj të pretendojnë ato në të gjitha organet, në gjykata apo te komisioneri apo në çdo organ tjetër. Pra rrit edhe cilësinë edhe standardet pastaj të sjelljeve që do duhet të respektohet, po dhe të mbrojtjes drejtave të qytetarëve për të mos qenë të diskriminuar apo për të drejtuar në mënyrë të barabartë. Patjetër, involvon shumë aktorë, le të themi. Ju përmendët sërish vazhdoj me këto pyetjet që dalin nga diskutimet. Cilat janë disa nga llojet ose format e diskriminimit? Besoj që shumë e rëndësishme për të diskutuar sepse jo gjithë në fakt e kanë këtë informacion. Po tash forma më klasike dhe mbetet më e pretenduar është e diskriminimit drejt për drejt. Pra kur një qytetar trajtohet ndryshe në mënyrë negative vetëm për shkak një karakteristike të veçantë që ka. Mund të jetë. Për shembull, një shërbim digjital, një person që është i moshuar nuk arrin dot të përdori pajisje elektronike dhe përrjedhoi mbetet i diskriminuar dhe për shkak sepse nuk ka një mundësi tjetër për ta përfituar një dokument. Apo një person, le të themi, që është antar i komunitetit rom, i cili shkon për të marrë një shërbim dhe vetëm për shkak sepse ka një të përkatësi, i mohohet ai shërbim apo i vështirësohet dhënia e atij shërbimi, që mund të jetë shëndetësor, mund të jetë në bank, mund të jetë edhe në një bar kafe apo mund të jetë një shërbim taksi. Pra mund të ketë shumë shërbime. Kjo është rasti më klasik i diskriminimit. Pra kur ti në mënyrë drejt për drejt trajtohesh ndryshe ose në mënyrë më pak të favorshme se sa pjesa tjetër e shoqërisë. Po ndërkohë vjen edhe forma tjera diskriminimi që ne kemi të parashikuar në ligj, për shembull, një formë që neve trajtojmë shumë çështje është dhe gjuha urrëties për shembull, që përdoret gjërësisht. Po çfarë është në fakt se diskutohet shumë sot në media kudo gjuha urrëties? Po gjuha urrëties është kur le të themi përforcohen apo mbahen të përforcuar apo krijohen paragjykime negative apo stereotipe negative kundrejt një grupi të tërë shoqëror. Kur neve portretizojmë një grup shoqëror me paragjykime negative apo me stereotipe negative dhe duke mos lejuar pastaj shoqërinë që sepse një shoqëri duke ngjuar vetëm aspekte negative kundrejt një grupi shoqëror, pastaj është e prirur që atë grup shoqëror ta shikojë negativisht dhe individët që janë pjesë atij grupi shoqëror, le të themi, ti shikojnë ndryshe, ti shikojnë më negativisht apo edhe ti kufizojnë, ti privojnë në shumë shërbime që ato duhet marrin, deri edhe në ushtrim dhune pastaj kundrejt këtyre grupeve shoqërore. Është një gjë që fundjavfundit dhe shqiptarët e kanë mësuar kur kanë qenë emigrant vetë. Edhe ne portretizoheshim le të themi negativisht dhe kjo pastaj nuk lejonte që dhe ne të ndjeheshim barabartë në shoqëritë ku ishim. Edhe gjë ndodhet në shëndetin. Dhe ne kemi disa grupe shoqërore, të cilat sistematikisht le të themi portretizohen negativisht. Çka bën që edhe perceptimi i përgjithshëm i shoqërisë kundrejt këtyre grupeve shoqërore pastaj të jetë negativ dhe përrjedhoi të ketë edhe pasoja negative kundrejt këtyre personave. Dhe kjo ndodh gjuha urrëties si nëpërmjet mjeteve tradicionale, por sidomos pastaj edhe nëpërmjet internetit apo nëpërmjet mediave online apo rrjeteve sociale, le të themi, ku ne shohim që ka një përdorim të vazhdueshëm urrëtie kundrejt grupeve shoqërore të ndryshme, kundrejt romëve, kundrejt personave LGBT, me kontekst politik, kundrejt edhe me kontekst etnik, për shembull hasim, edhe me kontekst fetar, për shembull mjafton të lexoni dhe komentet e qytetarëve që bëhen nëpër lajme të ndryshme dhe do shikoni aty për shembull edhe thirrje drejt për drejt dhune për të vrarë antarët një grupi shoqëror, për të djegur antarët një grupi shoqëror. Themi që janë thirrje shumë të rrezikshme, këto janë deri duhet ndiqen dhe të procedohen penalisht, le të themi, nga ana e prokurorisë dhe policisë, sepse janë thirrje shumë të rënda që ndodhin. Prandaj mbajtja e fokusit sidomos në gjuhën e urrëties lidhet edhe me aspektin kulturor të një shoqërie. Domethënë në thelb institucioni nuk ka vetëm detyrë që të merret me aspekte ligjore, por të merret edhe me aspekte kulturore, sepse një pjesë e madhe e paragjykimeve formsohen kulturalisht dhe janë formsuar aty dhe prej shekujsh në një shoqëri të caktuar. Pra një detyrë e institucionit është që në bashkëpunim dhe me institucione të tjera dhe me
institucione arsimore, apo dhe me institucione tjera publike, është që të xhbëj këto mentalitete, të xhbëj këto paragjykime, të xhbëj këto stereotipe. Që në fakt prodhon modele sjellje. Që patjetër, domethënë të toleruara dhe të lëna aty në shoqëri gjenerojnë modele diskriminuese pastaj kundrejt grupeve shoqërore, pakicave shoqërore të ndryshme që ndodhin. Kështu që është le të themi sfidë, është punë e përditshme e përhershme që jo vetëm institucionet e Komisionit, por gjithë institucionet duhet bëjnë dhe sidomos mediat duhet bëjnë në mënyrë që edhe të mos lejojnë përçimin e këtyre le të themi paragjykimeve negative kundrejt grupeve ndryshme shoqërore, përkundër duhet bëjnë kundër, duhet promovojnë vlerat e këtyre grupeve shoqërore, duhet promovojnë faktin që duke qenë dhe ato pjesë e shoqërisë tonë, duhet të jenë dhe të ndjehen dhe të perceptohen dhe të trajtohen në mënyrë barabartë si të gjithë qytetarët e tjerë. Faleminderit se në ndërkohë jeni duke dhënë mesazhe. Dhe forma tjera patjetër diskriminimit, tash unë nuk jam duke, po ka ligje është i bërë mirë, për shkak se edhe segregimit në shkolla apo veçimi një grupi shoqëror vetëm për shkak të disa karakteristikave të veçanta të përbashkëta që kanë, le të themi mos ofrimi i shërbimeve për një grup të tërë pasaj shoqëror, apo përqendrimi i një grupi shoqëror, për shkak siç mund të jenë rasti i Romëve dhe Egjiptianëve nëpër shkolla, duke mos lejuar pastaj që të mund të implementohet mirë parimi i diversitetit. Që ne kemi raste absurde ku në një qytet caktuar, neve gjejmë që në të gjitha shkollat e qytetit nuk gjejmë fare fëmijë rom dhe i gjejmë ato vetëm në një shkollë të vetë në një qytet. Dhe ky është një rast tipik segregimi, sepse ti nuk e lën që të shprehësh diversitetin që ka një shoqëri dhe ku më mirë ku mund të shprehet diversiteti se sa të fillojë që në shkolla, se sa fëmijët mësojnë që të vegjël, kuptojnë që shoqëria nuk është monolite, nuk është vetëm një lloj grupi shoqëror me disa karakteristika, por është e përbërë nga grupe të ndryshme shoqërore, të cilët mund të jetojnë shumë mirë me njëri tjetrin dhe mund të dhe duke kuptuar të ndryshme që të vegjël, fëmijët do të mësohen që edhe kur të jenë të rritur ta shikojnë të ndryshme si një gjë normale një shoqëri dhe jo si një gjë, le të themi, e cila frikson apo është negative dhe do duhet le të themi luftuar dhe jo përkrahur apo përqafuar si një vlerë normale e shoqërisë tonë. Po, kjo kërkon edukim familjesh, duke vazhduar jo vetëm tek fëmijët, sepse fëmijët janë le të themi një brez që përqafon më shpejt ato që është e ndryshme dhe gjithmonë është të rriqur nga ajo që është e ndryshme nga i vet. Por varet si mëkohet. Nëse e ndryshme i mëkohet si vlerë, si diçka pozitive, si diçka normale në shoqëri, kjo është gjëja më e mirë. Po nëse e ndryshme i mëkohet negativisht, pra si një diçka negative, e keqe dhe jo e mirë, atëherë dhe fëmia do të mësohet pastaj ta shikojë atë si diçka të keqe dhe do të gjenerojë pastaj në të ardhmen edhe sjellje diskriminuese kundrejt atij grupi. Për të rikthyer lidhjes së mos diskriminimit me konsumatorët dhe pse në të gjitha diskutimet që patën individët në forma nga më të ndryshmet janë konsumatorë sepse marrin një shërbim. Ajo që kemi vënë re ne si organizatë është që shpeshherë mund të ndodhë që një konsumator përjashtohet nga një ofertë e caktuar, për një të njëjtin shërbim një konsumator mund të paguajë më shumë, apo për shkak gjendjes shëndetësore, një shkak për shembull mund të jetë i diskriminuar. Nga ana tjetër ju e përmendët kryesisht personat me aftësi të kufizuara apo dëmshuarit nuk kanë të njëjtin akses në shërbimet digjitale që ofrohen sot. Mund me 2-3 fjalë shumë të thjeshta, po në vijim të kësaj që po diskutojmë, si lidhet parimi i mos diskriminimit me rolin e qytetarëve si konsumator, edhe cilat janë rastet më tipike që ka pasur institucioni juaj specifikisht ndoshta për konsumatorin. Pa fund, domethënë se ndërkohë ju i përmendët. Unë lidhet gjërësisht sepse në fund qytetarët janë konsumatorë të shërbimeve. Dhe mohimi i çdo shërbimi dhe kufizimi i çdo shërbimi përkthehet pastaj në një diskriminim të këtyre qytetarëve, të cilët nuk trajtohen si konsumatorë në mënyrë të barabartë për shkak të shumë barrierave dhe kufizimeve. Për shembull, çështja e shërbimeve digjitale është një ndër për cilën ne kemi pas disa vendimarrje ku disa grupe shoqërore, pavarësisht se në thelb shërbimet e digitalizuara do duhet të jenë një gjë e mirë, në kuptimin që i lehtësojnë jetën qytetarëve, por jo të gjithëve. Sepse ka disa qytetarë të tjerë, të cilët duke mos pasur disa arsye për akses në mjetet elektronike apo në përdorimin e tyre për t'i marrë këto shërbime, i kthehet në një barrë akoma më të rëndë. Por për shembull konsum është dhe energjia elektrike, për shembull se disa shërbime esenciale që një banesë apo një familje do duhet të ketë. Mohimi i shërbimit të energjisë elektrike, sidomos për ato grupe shoqërore që janë të pamundura që ta paguajnë atë, për shkak gjendjes tyre ekonomike, familje në nevojë, familje që kanë persona me aftësi të kufizuar. Mos më kaloni pyetje se kam më vonë. Patjetër që është një mohim i një shërbimi, në vetvete është shërbim esencial, është shërbim që lidhet direkt me drejtat e njeriut pastaj, sepse mohimi i një shërbimi, për shembull cilësor dhe thelbësor, siç është energjia elektrike, kthehet pastaj edhe në cënim i shumë të drejtave të tjera, që janë ngushësisht lidhura me të drejta
që lidhet me mirëqenien, drejta jetës, drejta e shëndetit, shëndetit. drejta informimit, drejta arsimit për fëmijën, po s'pat elektricitet në shtëpi si do mësoj fëmia, le të themi mësimet e drejtë përgatitur në shkollë. Pra, shërbimet që nuk ofrohen nga njëra anë cënojnë drejt për drejt një person në mosmarrjen e shërbimit, por cënojnë edhe të drejta të tjera të cilat ofrimi i këtij shërbimi do të mund t'i garantonte këtyre personave. Kështu që në pjesën më të madhe neve me mosmarrje shërbimesh dhe të mira shikojmë që sjelljet diskriminuese gjenerojnë kundrejt këtyre personave dhe mohimi i marrjes këtyre shërbime pastaj kthehet në cënim direkt të drejtave të tyre. Le të themi, për shembull, ajo që kam vënë re është që së fundi ne kemi filluar ka disa banka që po aplikojnë firmosjen në format digital vetëm me gjurmën e gishtit. A është kjo, keni pasur ndonjë rast se për bankat e di që keni pasur përkurësisht me akses nëse nuk gabojmë për personat me aftësi të kufizuara. A mund përbënte kjo shkak për diskriminim sepse praktikisht mund të ketë individ sepse ata vetëm thënë të firmosin, për pos fakti që ne si jurista që jemi ti nuk merr fare informacion, po dhe fakti për individ për shembull që nuk janë koshient për ato çfarë po bëjnë. A mund sjellë kjo në një mënyrë indirekte diskriminim për individ që moshuar, për shembull, ose persona me aftësi të kufizuar, qoftë persona që janë të verbër, për shembull, që thjesht tonë vërgishten dhe aq mbaroj. Se gjua e këtyre është shumë specifike dhe di që ju jeni marrë me këtë çështje. Ne kemi pas edhe çështje që lidhen për shembull me dhënien e dokumenteve të identifikimit, ku aty kërkohet për shembull vendosja e gjurmëve të gishtit për marrjen e dokumentit. Dhe për shembull çështje që kemi trajtuar fillimisht, kemi parë që ka pas një mungesë rregullimesh dhe protokollesh se si duhet veprohet në ato raste kur një person e ka të pamundur që ta bëjë këtë procedurë për shkak të aftësisë kufizuar që ka, dhe ne kemi pasur raste konkrete kur një person ka qenë i pamundur për ta, le të themi, për shembull, themi edhe një person që nuk e ka dorën, për shembull, mund të ndodhë përpara një problemi të tillë. Gjëja që kërkohet kryesisht në rastet e përfitimit shërbimeve, dhe kjo është shumë e rëndësishme, është që këto shërbime të përshtaten në bazë nevojave që personat kanë. Problemi që neve kemi është që ofrohet një shërbim, po kur është ideuar ky shërbim, është ideuar duke pasur në mendje pjesën më të madhe të shoqërisë, por duke mos pasur në vëmendje grupe ndryshme shoqërore që për shkak të veçantive që kanë nuk mund të aksesojnë atë shërbim normalisht. Prandaj gjëja që kërkohet gjithmonë në ofrimin e shërbimeve është dedikimi i tyre në bazë të specifikave që shumë persona mund të kenë. Për shembull, siç tha, për shërbimet e digitalizuara. Ti shumë mirë që ofron, sepse një pjesë e madhe mund t'i aksesoj, por ama gjithsesi duhet krijosh lehtësirat e nevojshme, asistencën e nevojshme dhe mundësinë e nevojshme për ato persona të cilët nuk mund të aksesojnë atë shërbim. Për shembull, thirrja që ne kemi bërë për shërbimet digitalizuara kanë qenë gjithsesi të mund të lejohen disa njerëz që fizikisht ose t'i asistojnë ose ta ofrojnë shërbimin që kërkohet për ato persona të cilët nuk mund të aksesojnë dot shërbimin digjital, për shkak se nuk kanë pajisjen, për shkak se nuk dinë ta përdorin, për shkak se as nuk kanë dhe mbulim interneti, për shembull, siç mund të jetë zona rurale, ku nuk ka një mbulim të mirë interneti dhe si do ta aksesojë shërbimin. Prandaj gjithmonë ajo që kërkohet në këtë raste është që politikbërësi të ketë gjithmonë vëmendje që kur ofron një shërbim për masën, të mbaj parasysh dhe karakteristikat veçanta që grupe mund të kenë, të ndryshme shoqërore për t'i përshtatur. Për shembull, sot është deri diku e pakuptueshme që pse personat që nuk dëgjojnë, për shembull, nuk mund të komunikojnë dot kur shkojnë në një spital, kur shkojnë në një qendër shëndetësore, kur shkojnë në polici, kur shkojnë në një ambient, sepse me shërbimet digitalizuara atyre mund t'i lehtësohet shumë jeta. Shumë njerëz nuk dinë t'i përdorin gjuhën e shenjave, por ama nëse ti mund vendosësh aty ekran ku mund të asistohet online nga një interpret i shenjave që mund të ndodhet komplet në një qytet tjetër, por që në një moment caktuar mund të asistojë një person që nuk dëgjon, duke bërë të mundur arritjen e komunikimit me subjektin që po kërkon, le të themi, shërbimin, kjo mund të ishte një gjë shumë e thjeshtë për të bërë. Dhe neve sot, për shembull, duhet dinë që personat që nuk dëgjojnë nga njerëz më diskriminuar, sepse atyre mungon gjëja e parë, nuk arrin dot të komunikojnë, nuk arrin dot që të kuptohen. Në një vend ku do duhet marrë një shërbim, nuk arrin dot të transmetojnë çfarë janë duke kërkuar, dhe gjithmonë ka nevojë për të pasur një njeri në krah që do duhet të ndihmojë në interpretimin dhe të bëhet kuptohet. Ndërkohë që me mjet digitalizuar kjo mund të ofrohej shumë mirë, për shembull, ku çdo institucion mund të kishte aparat dhe në kohë rekord, në kohë reale, me interpret që nuk është e nevojshme të jenë fizikisht aty, mund të bëjnë të mundur për shembull ndërlidhjen komunikuese të këtij personi me subjektin që duhet kërkuar. Pra, gjëja që kërkohet është gjithmonë që sidomos që me avancimin e teknologjisë,
të mund të përdoren sa më shumë mjete për të lehtësuar aksesin, komunikimin, informimin, marrjen e shërbimeve konkrete nga ana e shumë grupeve të ndryshme, të cilët kanë nevojë për këto përshtatshmërinë e këtyre shërbimeve apo dedikimin e këtyre shërbimeve në bazë të nevojave specifike dhe reale që ato kanë. Shiko, pjesën më të madhe gjërat që unë ju them lidhen me ankesa dhe praktika konkrete që ne kemi trajtuar në institucion, le të themi, ku gjëja që shikojmë është që në disa raste mund të marrin zgjidhje sporadike, por gjëja që ne kërkojmë është që të bëhet zgjidhje sistemike tashmë, sepse siç është për shumë grupe diskriminimi sistematik dhe i strukturuar, edhe çbërja e tij duhet ndodhi në mënyrë sistematike dhe strukturuar. Zgjidhja sporadike jep vetëm rastin konkret, por jo situata, por nuk zgjidh strukturalisht gjithë problematikën në vetvete. Dhe kjo pastaj akoma nuk kemi arritur në atë fazë që të kemi politika të mira thelbësore që të çbëjnë një strukturë diskriminuese dhe të mund të rindërtojnë një strukturë tashmë e cila është më gjithëpërfshirëse dhe që mund t'i garantojë në mënyrë të vërtetë shërbimet për gjithë qytetarët. Në fakt tani po mendoj që krijimi një modeli nga një institucion i caktuar do të krijonte shumë lehtësire edhe për institucionet e tjera, sepse mund të adaptojnë në përputhje me situatën konkrete, besoj, gjë që kjo kërkon bashkëpunim ndërmjet institucioneve dhe reagim menjëhershëm. Pa diskutim, bashkëpunim. E para, një institucionet natyrshëm duhet bashkëpunojnë me njëra tjetrën, sepse një shërbim nuk kërkon vetëm një institucion, por kërkon bashkëpunim me disa institucione, për shembull, çështja e barnave në spitale, gjë që neve prapim edhe aty prap konsumator, sepse dhe barnat janë diçka e cila duhet konsumuar për të garantuar shëndet. Dhe ne kemi pasur goxha vendimare që lidhet edhe me mungesën e barnave në spitalet publike. Edhe aty për shkak ne kemi vënë re një mos bashkëpunim të organeve të ndryshme, të cilët duhet bashkëpunojnë me njëra tjetrën që në fund ditës ajo barna të jetë aty te farmacia e spitalit dhe që të mund të merret nga ai person që me le të themi diagnozën që ka dhe me recetën që mjeku i ka dhënë, të mund ta marrë atë barnë dhe t'i garantohet falas për të garantuar cilësinë e shëndetit vet dhe për t'i garantuar jetën në fund. Dhe prapë ti shikon që institucionet nuk bashkëpunojnë, pavarësisht se janë realitete që dihen prej vitesh. Ne kemi hasur dhe raste shumë të vështira, për shembull, dhe njerëz që vuajnë nga leucemia, për shembull, që nuk janë vendosur barnën, apo njerëz që vuajnë nga hemofilia dhe nuk janë vendosur barnën. Dhe ti kupton në këto raste që në disa herë nuk është thjesht që mungon paraja për ta bërë një diçka apo buxheti për ta realizuar, por mungon edhe bashkëpunimi konkret dhe i përditshëm dhe i përhershëm që organet publike duhet të kenë me njëra tjetrën, në mënyrë që në fund ditës të garantojnë me vërtetësi dhe realisht një shërbim apo një të drejtë caktuar jo vetëm për një qytetar, por për gjithë qytetarët që ndodhen në kushte të njëjta. Prekët e pak më herët, konceptin e klientit në nevojë, pra aksesi që duhet të kenë të gjithë individët pas një dallim në furnizimin me energji elektrike, që është një drejtë themelore, është konsideruar si një drejtë bazike, për cilin institucioni juaj ka bërë një raport, ka bërë disa studime, ka bërë disa kërkesa. Si është aktualisht pozita ose situata e klientit në nevojë? Është një VKM që kërkohet që nga ligji i vitit 2015 dhe çfarë hapash duhet ndërmarrim më shumë për të garantuar në fakt aksesin në energji elektrike? Po shikon, në Shqipëri ndodhi fatkeqësisht shumë e madhe. Dhe është për këtë kam i keqardhje shumë të madhe. Sepse neve konstatojmë dhe vazhdojmë, edhe sot kemi ankesa ku një familje e cila është e certifikuar që është e pamundur ekonomikisht, sepse është mendim ekonomike apo sepse të ardhurat e vetme që ka është nga pagesa praftësi të kufizuar, i ndërpritet energji elektrike vetëm për fat që nuk ka paguar faturën. Që kjo është e patolerueshme. Kjo është diçka e cila nuk mund dhe nuk duhet të ndodhë në një shoqëri. Për një arsye shumë të thjeshtë. Jemi përballë në situata objektive. Një person nuk është se nuk do të paguajë, nuk ka mundësinë reale që të paguajë faturën e energjisë elektrike, dhe sidomos në kohët më të vështira. Kemi edhe ndërprerje të energjisë elektrike edhe në dimër, edhe në të ftohtë, për familje që kanë brenda fëmijë, kanë persona të nevojave të ndryshme. Kjo është një praktikë jashtëzakonisht e gabuar. Pavarësisht se kemi pas shumë vendimarrje në lidhje me këtë gjë, pavarësisht se janë adresuar shumë institucioneve, edhe këtu kemi pas zgjedhje sporadike, por jo sistemike. Nxjerrja e VKM-s që juve i flisni, do të bënte të mundur një zgjidhje sistemike të kësaj situate. Pra do të certifikonte dhe do të bënte të mundur rreth parë një herë që të vendosen në mënyrë imperative që familjeve në nevojë nuk duhet të ndërprehet energji elektrike për shkak se nuk kanë paguar faturën. Kjo nuk mund të ndodhë dhe nuk duhet të ndodhë në një shoqëri që pretendon të garantojë dhe të zbatojë drejtat e njeriut për çdo kënd.
sepse jemi përpara një pamundësie, jo përpara një padëshire për ta bërë këtë gjë. Fakti që ka munguar një vendim i Këshillit të Ministrave që do duhet të rregullonte këtë situatë, ka bërë dhe që operatorët pasaj të ofrimit shërbimit të energjisë elektrike, e para të mos kenë një impiant rregullator i cili i ndihmon ato për ta zbatuar, por i ka munguar dhe një lloj empatie dhe humanizmi për të kuptuar nevojat që familjet kanë. Gjëja që ka ndodhur është që ne më shumë i kemi parë këto operatorët e ofrimit shërbimit të energjisë elektrike më shumë e kanë parë veten e tyre si shoqëri tregtare dhe jo gjithsesi si ente publike, që duhet të jenë aty për të garantuar drejtat për të gjithë. Dhe nxjerrja e kësaj VKM-je do të bënte të mundur rregullim, por edhe fakti që nuk ka dalë, edhe për shkak të disa parimeve tashmë që janë në ligjin për energjinë elektrike, por edhe të një rregullimi minimal që ka bërë ente rregullatori i energjisë, por edhe vendimarrjes që komisioneri ka nxjerrë, përfshi edhe analizat që janë bërë, do duhet i kishe bindur këto organe që ku bëhet fjalë për familjet pamundur ekonomikisht ose me të ardhurat të ulta ekonomike, ato pavarësisht faktit që nuk është paguar fatura energjisë elektrike, nuk duhet dhe duhet gjithsesi të garantojnë një shërbim elektrik për këto familje. Atë patën aksesin minimal në energji. Absolutisht. Është esenciale. Sepse kjo është ngushësisht e lidhur edhe më herët me çfarëdo lloj të drejtë. Direkt jetën e këtyre qytetarëve, drejtat e tyre dhe dinjitetin e tyre si qytetarë dhe përsëris nuk bëhet fjalë për padëshirë për të paguar. Nuk është abuzim. Bëhet fjalë për pamundësi për të paguar. Dhe kjo është kemi nuk duhet të ndërprerje energjisë elektrike për këto familje. Ju përmendët një sër rastesh suksesi që nga dhe një sër vendimesh në fakt që lidhen me refuzimin e shërbimit ose aksesin në shërbime nga personat me aftësi të kufizuara, aksesin në objekte publike, aksesin në shërbime me karakter publik, për cilat në fakt sikurse del nga fjala juaj, është shumë e nevojshme që të kemi më shumë ndërgjegjësim, më shumë kulturë dhe më shumë bashkëpunim. Cilat janë disa nga 2-3 ose vendimet më pikante që gjatë gjithë eksperiencës suaj si komisioner për mbrojtje nga diskriminimi do të përmendni? Tash vendimarrje ka të shumta, faktikisht ne prekim situata shumë të vështira, por për shembull rasti i barnave që u përmenda, sidomos për fëmijët me leucemi, ka qenë një nga rastet më të rënda për shkak që ne kemi trajtuar. Pra mohimi i barnave për fëmijët me leucemi, le të themi. Do duhet i nxjisi organet publike, domethënë që për te burokracive dhe ndoshta për ditëshmërisë që mund t'i marrin me shumë punë tjera, domethënë do duhet të ulen edhe të japin zgjidhje. Por rasti i strehimet që u thash, ku ne vetë nëpërmjet inspektimeve që kemi bërë dhe jemi akoma duke trajtuar çështjet aktualisht që flasim, i mos garantimit të strehimit në ato kushtet po themi minimale që duhet ketë një banesë dhe një strehim për familje të tëra, domethënë është prapë një situatë e cila është dhe paradoksale në Shqipëri, sepse neve kemi goxha ndërtime që ndodhin, kemi dhe ligje që parashikojnë edhe përdorimin e një përqindje të ndërtimeve që ndodhin në Shqipëri që do duhet dedikohet për fond social për këto familje dhe prapë kemi familje të tëra në shumë bashki të ndryshme, të cilat jetojnë kushte do thoya çnjerëzore në vetvete, ka një rrezikshmëri të lartë për jetën e tyre dhe këto janë vendime shumë. Po edhe rasti i energjisë që u përmenda, ne themi lidhet me familje të cilat janë ndërprer energjia edhe 2 ditë para vitit të ri, për shembull. Kemi pas dhe raste të tilla, domethënë ku familje të tëra është ndërprer energjia vetëm për shkak të mospagimit edhe për shkak të pamundësisë që ato kanë. Pra këto janë raste shumë apo mohimi dhe ujë të pishëm në të disa realitete të tjera. Këto janë raste që janë vërtet të rënda, nuk janë raste që lidhen me një person vetëm, por me një grup të tërë personash, të cilëve nuk i garantohet as aspekti minimal, esencial i këtyre shërbimeve, që të mund t'i garantohet ajo që Kushtetuta e Shqipërisë ka marrë përsipër, digniteti i njeriu. Domethënë si mund të jetë dinjitoze jeta e një personi kur nuk i ofrohen shërbimet esenciale që lidhen direkt me jetën e tij, me shëndetin, me të vetin, të fëmijëve, të familjes vet, domethënë si mund të flasim ne pastaj për dinjitet njerëzor, kur edhe këto shërbime esenciale nuk garantohen ose ndërpriten nga ana e organeve publike. Dhe si do ta vlerësonit ju në gjykimin tuaj, si jurist, si profesori së drejtës, por edhe si komisioner, kulturën e respektimit të drejtave të njerëzit në tërësi nga institucionet publike apo edhe nga subjektet private? Po neve në lidhje me drejtat njerëzit problemin e kemi shoqëror një herë. Domethënë neve akoma si shoqëri nuk kemi një perceptim
dhe një njohje të drejtë të drejtave të njeriut. Do thonë, neve i pretendojmë ato për veten tonë, por kur bëhet fjalë për t'ia pretenduar tjerëve, jemi shumë të gatshëm t'ia mohojmë, le të themi, të tjerëve dhe ta pretendojmë atë vetëm për veten tonë. Ndërkohë që ideja e drejtave të njeriut, nga vetë emri i drejtë njeriu është që duhet të jetë për gjithë njerëzit, dhe të gjithë do duhet i jepen shanse dhe mundësi që të mund të kenë garancitë e nevojshme për të mund të ndërtuar jetët e tyre dhe për të pasur një jetë dinjitoze në vetvete. Jemi në shoqëri që në një pjesë madhe drejtave nuk kemi luftuar për t'i fituar, na janë dhënë, dhe kjo është mënyrë shumë e gabuar, sepse duket akoma sikur është shteti që jep drejtat, ndërkohë që drejtat nuk i jep shteti, drejtat neve na përkasin, janë tona, shteti detyra e shtetit është që t'i garantojë, që t'i mbrojë ato drejta. Kështu që shumë drejta ne nuk i kemi të fituara, po themi me mundim. Na janë dhënë në një mënyrë relativisht abstrakte, gjë e cila bën pastaj që duke mos u kuptuar në thelb rëndësia që këto drejta kanë për jetët e njerëzve, edhe administrata pastaj të humbi në burokracitë e veta, të humbi në atë ftohtësinë e vet të bërit gjërave, dhe shpeshherë pastaj bën që shumë grupe shoqërore, për shkak të një interpretimi edhe të ngushtë të ligjeve që do duhet zbatojnë, apo për shkak edhe të një, le të themi, pakuptimi apo pakuptueshmërie të nevojave që pakica të ndryshme shoqërore kanë, bën që pastaj të ofrojnë shërbime të cunguara, si në sasi edhe në cilësi, për shumë grupe të pamundura shoqërore. Kështu që është e nevojshme një njohje thelbësore e të drejtave të njeriut, pra të parë, jo vetëm për vete, por duke e parë në gjithë kontekstin shoqëror, për cilat do duhet garantohen këto drejta, por edhe një njohje thelbësore pastaj e institucioneve që ky vend ka, që kanë për detyrë për t'i bërë të zbatueshme dhe të garantueshme këto drejta dhe për t'i nxitur organet publike për t'i zbatuar realisht këto drejta e njeriut. Kështu që është një kërkon punë të përditshme, të përhershme, të kudoshme në Shqipëri, dhe nuk është detyrë vetëm një organi, por është detyrë shumë organe, është detyrë e gjithë organeve publike që të kuptojnë në thelb rëndësinë e drejtave dhe të përpiqen pastaj t'i garantojnë ato në mënyrë të barabartë dhe mos diskriminuese për të gjithë. Pra, parimi i barazisë dhe parimi i mos diskriminimit nuk përbëjnë në vetvete vetëm një parim, por është një drejtë thelbësore. Çdo individ, çdo qytetar, çdo person ka të drejtë të trajtohet në mënyrë të barabartë. Ka të drejtë të marrë të gjitha shërbimet dhe të gjitha të drejtat që njihen dhe garantohen nga kushtetuta, nga ligji, nga institucionet publike, pavarësisht se kush është, çfarë bën, nga vjen apo nëse dallohet, ka një karakteristikë që e bën atë të ndryshëm nga të tjerët. Minutat kalojnë, kështu që zoti Gajda, një mesazh të fundit për të gjithë dëgjuesit dhe personat që na ndjekin në këtë podcast. Kryesisht mesazhi që un kam, sidomos lidhur me diskriminimin, është që duhet të jemi më empatik. Duhet të kuptojmë nevojat e tjerë, duhet të kuptojmë tjetrin. Pra, shumë mirë që kuptojmë veten, por është sfidë e madhe e shoqërisë që të kuptojë tjetrin. Sa më shumë ne kuptojmë tjetrin, aq më shumë neve pastaj përpiqemi dhe realizojmë zgjidhje të mira për të gjithë. Të nderuar, shumë faleminderit. Të nderuar dëgjues, shikues, ky ishte episodi 9 i podcastit Safe Cons, mos diskriminimi dhe të drejtat e konsumatorëve. Ju ftojmë që ta ndiqni në të gjitha kanalet tona në YouTube, në rrjetet sociale, në website-in e Qendrës Konsumatorit Shqiptar, dhe njëkohësisht na bëni share edhe na bashkojeni në të gjitha diskutimet që ne kemi. Dhe mos harroni, një konsumator i informuar është gjithmonë një konsumator i mbrojtur. Ju ftojmë na ndiqni në podcastin e radhës.